Shumë njerëz mendojnë se parat sjellin lumturi, se nëse jeton në një shtet të pasur, automatikisht je mirë edhe psikologjikisht. Por realiteti është ndryshe. Në Gjermani dhe Switzerland, shumë njerëz kanë punë të mira, siguri dhe jetë komode, por prap vuajnë nga stresi, ankthi dhe depresioni. Sepse njeriu nuk ka nevojë vetëm për para. Ka nevojë për qetësi, për afërsi, për dikë që e kupton. Në shumë vende të pasura, jeta ecën shpejt. Çdo gjë është perfekte nga jashtë, por njerëzit shpesh ndihen vetëm nga brenda. Punë, presion, rutina, pak kohë për familjen, pak emocione reale. Dhe dal nga dal, njeriu fillon të humbas veten. Ndërsa në disa vende më të varfra, njerëzit ndoshta nuk kanë luks, por kanë diçka tjetër. Kanë njerëz pranë, kanë muhabet, kanë familje, kanë bjenja më të gjalla mes njëri tjetrit. Sepse lumturia nuk matet gjithmonë me para. Ndonjëherë një zemër e qetë vlen më shumë se një llogari bankare e madhe. Psikologjia thot se njeriu mund të jetojë me pak. Nëse ndihet i dashur dhe i rëndësishëm, dhe mund të ketë gjithçka materiale, por prap të ndihet bosh, sepse problemi më i madh i kohës sonë nuk është mungesa e parave, por mungesa e paqes në shpirt.